por ka gjithmonë një vit. Po ngatrojmë linjën editoriale me kontrollin financiar, më duket. Tani, po kontrolli financiare dikton dhe politikën editoriale. Linja editoriale është zgjedhje e një medie të caktuar. Kontrolli financiar se një kompani mediatike që ka interesa ne kemi parë se si sulmohesh Bashkia e Tiranës në pritje të lejes së ndërtimit dhe pasi merr leja e ndërtimit fillon të pasaj transmetimi i lajmeve të gatshme. E gjitha kjo tash është një çështje interesash dhe një media që fle në krevat me qeverinë dhe me politikën nuk është një media e lirë. Media duhet të jetë e lirë së pari nga interesat ekonomike, media duhet të jetë oponente dhe që të jetë oponente ajo nuk duhet të varet nga vendimet e qeverisë. Ndaj them që trajtimi i çështjes së lirisë së medias është absolutisht shumë i rëndësishëm dhe media gjithmonë do duhet të jetë në anën tjetër të lumit, duke u përballur me qeverinë. Nuk them që duhet të jetë agresive, por duhet të jetë profesionale dhe këtu vihet tek problemi i madh i kontrollit të pronësisë mbi mediat. Ndaj ka ligje që garantojnë mungesën e kontrollit nga një dorë vetëm të gjithë medias, të cilën më pas e konsiderojnë ato si një kiosk dhe dyqan të cilët ja ul apo ja ngreqë penin kur të doj. Që kjo çështje nuk bëhet me një vendim siç ka vendosur opozita, që unë nuk do t'i shkoj asnjë media. Po çojmë nëse ka një vendim tjetër opozita, a keni një plan, zoti Xhaferi? Si do mund të keni një treg më normal mediatik? Ndoshta jo tani në opozit, po qoftë edhe një plan në eventualitetin e pushtetit. Apo natyrshëm do bëhen kundërjush këto media? Jo, shiko, e para mendoj që rëndësia e AMës, pra autoritetin mbikëqyrjes audiovizive, nuk mund të jetë vetëm se dikush transmetoj diçka jo të dur për moshën apo për zonën e tjetër. Edhe pse tani transmetohen shumë nga ato dhe nuk është por një dhënie fuqie dhe pavarësie profesionale tek AMA për të monitoruar mediat. Pra siç e përmendi zoti Kikia që sulmohet bashkia kur interesat e pronarit s'marrin lejen e pallatit, pasi jepet leja e pallatit fillon dhe i bën furça bashkisë, patjetër që këtu integriteti profesional mund të sjellë gjoba nga AMA. Po në njëjtën kohë reklama të pa justifikuara për audiencën që ka një media. Pra mund të vendoset një lloj burse. Ke kaq % të shikueshmërisë, mund të chargjosh, pra mund të faturosh për sekond reklame kaq. Se këtu po marrin reklama të maj me media që nuk kanë as 2-3% të shikueshmërisë. Drejt. Pra janë disa kolona të cilat i kanë bërë vendet perëndimore, tek të cilat pastaj krijojnë dhe transparencën e financimit të mediave. Dhe pastaj mendoj që duhet bërë dhe një vetim për mediat. Pra media duhet shkputet nga pronësia e pronarëve që kanë shumë biznese të tjera që pastaj operojnë në sektorin publik. Një skemë italiane për pra që operojnë sektorin publik. Pra mediat mund bëjnë dhe OJF dhe NGO të vetë qeverisura nga gazetarët profesionistë, të cilët do synojnë shikueshmërinë që pastaj të synojnë justifikimin e reklamave apo granteve apo gjithçka tjetër. Në të njëjtën kohë edhe një mbingopje e tregut mediatik me më shumë media se ç'duhet, sepse është e vërtet, Shqipëria është 1.7-1.8 milion banor. Këngëtarë dhe gazetarë pas kemi prodhuar. Dhe ka 50 televizione, vetëm news channels ka 15, të cilat nuk ja dalin dot me të ftuar. Pra për t'i mbushur. Pra janë disa zgjidhje teknike të cilat duhet marrim, patjetër duhet marrë shembujt më të mirë perëndimor që të bëhet njëherë mirë dhe jo të bie kur do vi qeveria e ardhshme të bjerë përsëri nën diktatin e tyre. Tani Partia Demokratike për diçka ka qenë me damk, ka qenë që nuk ka krijuar mediat e veta dhe nuk ka zaptuar media. Për këtë jemi koshient, sepse në 2005-2013 ka pasur më shumë media opozitare se kur. Ja, atëherë i konsideronim media normal, nuk e dinim që ishim opozitarë, mendonim se bënim detyrën, atëherë paktën kur unë dhe Kikia punonim në Top Channel në atë periudhë dhe besonim se ishim duke bërë gjën e dur, apo jo Kikia?